Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dita e sotme sjell energji të reja dhe një dëshirë për të marrë iniciativa. Mos u trem nga sfidat. Je në elementin tënd kur vepron me vendosmëri. Në dashuri, një bisedë e sinqert mund të zgjidhë një keq kuptim të vjetër. Kujdes me vendimet impulsive në financa. Demi. Qetësia dhe këmbgulja do të shpërblehen sot. Ndoshta nuk je në qendër të vëmendjes, por ndikimi yt ndihet thellë. Koha është ideale për të planifikuar një investim afatgjat. Në marrëdhënie, tregoj i hapur ndaj ndryshimeve të vogla që mund të sjellin më shumë harmoni. Binjakët. Një ditë plot ide dhe komunikim të gjallë, bëhesh lehtësisht frymëzim për të tjerët, ndaj mos hezito të shprehësh mendimet. Një mundësi pune mund të vijë nga një kontakt i papritur. Në dashuri, fjalët e duhura do të kenë efekt të madh. Përdori me mençuri. Gaforia. Me diellin që ndryshon shenjën tënde, sot ndihesh emocionalisht i lidhur me gjithçka përreth. Një kujtim i vjetër mund të sjellë reflektime të thella. Përqendrohu në gjërat që të ushqejnë shpirtërisht. Në dashuri, ndjenja e sigurisë është çelësi. Luani. Energjia jote natyrore është në rritje, por sot kërkohet më shumë durim sesa spektakël. Nëse je në një rol udhëheqës, dëgjo më shumë dhe vepro më pak. Në dashuri, një hap i vogël drejt kompromisit sjell përfitime të mëdha. Kujdes me shpenzimet. Virgjëresha. Dita favorizon analizën dhe organizimin. Një projekt që të ka shqetësuar nis të marrë formë të qartë. Mos harro të kujdesesh edhe për shëndetin tënd mendor. Në marrëdhënie kërko balans mes dhënies dhe pritjes. Dikush mund të surprizojë pozitivisht. Peshoria. Energjitë e ditës nxisin lidhjet shoqërore dhe bashkëpunimet. Nëse ke një ide krijuese, ndaje me të tjerët. Je më i fuqishëm kur bashkëpunon. Në dashuri, sinqeriteti dhe ekuilibri janë thelbësor. Dita sjell harmoni nëse e kërkon me zemër të hapur. Akrepi. Intuita është e fortë sot dhe mund të ndjesh më shumë se sa shikon. Është dita ideale për të thelluar në një çështje që kërkon përkushtim. Në dashuri dikush kërkon më shumë thellësi dhe vëmendje. Je gati ta japësh, mos i neglizho sinjalet e trupit. Shigjetari. Dita sjell dëshirë për liri dhe eksplorim, qoftë në mendime apo në vendodhje. Një udhëtim apo një ide filozofike mund të ndezë entuziazmin. Në dashuri kërko dikë që ndan vizionin tënd për të ardhmen, mos u ngut në vendime financiare. Britsjapi. Fokus dhe vendosmëri, këtu janë fjalët kyçe për ty sot. Një situatë që ka kërkuar durim, më në fund nis të jap fryte. Në dashuri, trego më i hapur emocionalisht. Jo gjithmonë forca qëndron tek kontrolli, ndonjëherë është tek lehtësia. Ujori. Ide të reja vijnë si val, mos i injoro ato që duken të çuditshme. Pikërisht aty mund të jetë zgjidhja që kërkon. Në marrëdhënie mund të ndjesh nevojën për më shumë hapësirë. Komunikimi i sinqert është çelësi për të shmangur keq kuptimet. Peshqit. Dita kërkon një balans mes realitetit dhe ëndrrës. Mund të ndihesh emocionalisht i ndikuar nga të tjerët. Vendos kufijtë e tu me dashuri. Në dashuri intuita të udhëheq, por mos harro të verifikosh faktet. Një lajm i mirë mund të vijë nga një mik i vjetër. Horoskopi në Top Albania Radio.